më bo si shëqat, më bo si bashkësi, si quaj që shdush. Nuk besoj që ka gjë më të bukur që e shpreh atë dashurin, e sinceritetin, e burnin, e kombëtarën tonë, se tjetër është me fol lafe ku të boshe për atë dashuri, e tjetër puna konkrete, praktike. Shqipojnë kështë e bëjmë për herën? Për herë e bëjmë, jo për me shqipozë sa dush. Po, a ke dëgju për Shkupin e Kosovës, Nikola Gjukën? Kam dëgju se për cili misionin tanë shumë, për profesorin Mo nuk diskutuar. Ndëgjoj shumë, e marrë shumë kohë edhe me ndëgju, mësoj shumë. Kujt me mësu. Për Priftin kam dëgju shumë edhe e du shumë. Unë jam shqiptar i besimit katolik, po për këta është shqiptaria në pyetje. A je gatshëm me në ndihmu kishës auto që fole shqiptari ju mu? Për Shkupit Kosovës edhe kishës. A më në ndihmu, a ju veç me thonë? Se kamerat për gjirojnë. Bërë da të më bo presion. Sadri, kumbi ju në shqiptar, ndihet edhe njihet për një këmbë se ndihmon shumë. Me zemër të madhe. Me zemër, me të vërtet. Me të vërtet, në vendin të për do vite për mes medios që kemi shëpu përzirje, shtirje, jo kjo fje bukur, jo fje bukur, na vetëm një të dim se një zote kemi, ose orientojnë me një fe tjetër, unë në zotë besoj. Na kemi shqiptarë në Gjermani, është i Përshevës, jetë në Dresden. Emrin? Nuk jo për emër sa më burri madhaj. Atë emër do të me prunë këtu. Sa është bajma se do të mohu me tropë? Ashtë kështu? Jo, shumë me i shkurt, po me zemër ndihmon shumë. E len vetëm ku që di keq, edhe ndihmon. Ka shumë njerëz që kanë pare, po s'kanë zemër. O burr i Përshevës. Mërë një herë me veti në Bayern. Në Gjermani, më tha hajde kam një takim. Ku shkoj erë një upesh i kishës, edhe ai nuk më tregoj. Një Gjerman i thot, kjo është filantistiki, pra të shokin e Përshevës, thot, kjo i ka pagu dyret e drejtarët e kishës. Ajo është një pare e madhe. Edhe për këqyri thash ti, pëse s'na pretën qash, në Gjermani nuk presin me bukë, sukur na kemi zanat. Po du më thonë shqiptarët ndihmojnë edhe jashtë. A i besimit musliman? A i besimit edhe mas mërëmi, unë u prezentova, jam filantistiki, e pava i katolik, mendoj se aj, këj tha unë jam filoni, tha musliman, edhe u prej, u pjeshvi, edhe e falenderoj 2-3 herë. Po du më thonë, edhe i tërgoj se najna shqiptarë se ndihmojnë. Edhe ju falenderojmë si jetojmë në Gjermani, se na keni ndihmojnë. E kemi një rast tjetër, një rast shumë... Hajde? E kemi Gjen Berishën, ambasadorin e Ndjerit. Ku anëresh gjami, se ja kanë shtrinj dorën, ka jo para. Pra, do të kite për Gjen Berishën? Kishën e shpallit, e ka ndërtuaj, Gjen Berisha në Hamburg. Kur a kanë koha luftës, i pare ja kanë, kur ka shku në Shqipëri, i ka dërzu kufirat me pare. Halo, po du më thonë që a imi na shqiptarë, gjithë ku ndihmojmë. Te për dëna me dalë. Unë e këti burri, në kohë se ashtë, për këmë. Ja, ashtë? Ashtë. Edhe se rre për këmë, vish për këmë, për flamur të unin, për gjuhën të unë, 24 orë, kemi ndihmu krejt në bashkë. Më kënë të shqip. Qka sonde, për dojna konkretisht? Ej! Ja ka dojnë profesor të zeme të shka, se na pasajshirë. Unë një pasha 1000 pula në shpe, 30% kam japë, 300 pula. Bravo, ka të vidje. Një pasha 10.000 euro në shpe, 3.000 euro kam japë. Vohet për pashkët, sinqerisht bro. Po një kam ju betu, kam ju garantu se s'kam me në njëri pa pyt, mi Nuk e di se ti u rrëmbeve mas dërtrokitjeve. Një poqa 1.000 pule, 300 pule i ka. Një poqa 10.000 euro, 3.000 euro i ka. Një gjeni, nuk është dhanja e vërtet është aja dhanja kër e jep me gzim. Kur dhim me diçka, nuk e ke dhanë, pa ke humbë. Qoftë të kujtohet në
Betlehem, kur o mbyll tregu, dhe një grua jep 30 cent. Krishti e mbyll tregun, të sot ndodhi dhonja me madhe në botë. Se kjo grua, kjo non ka dhonë krejt ka pas. Ju tregtarë tjerë këni dhonë 10%, 5%, 2% e sajnë e caktume. Kjo ka dhonë krejt ka pas. Qas ka pas. Edhe për luftarët, edhe për këta dëshmorët, edhe për krejt, kanë dhonë, dhe diko në hera, diko këta. Qka ka pas me dhonë ma shumë se jetën? Qka ka pas me dhonë ma shumë se jetën? Unë në kish nuk shkoj shpesh, po dilën, Apo të dhejme gjitha pule, se plus. Jo, pule. Për mu, unë jam i besimit katolik, për me besu në Krishtin për para, i thiri herojt e luftës. Edhe se janë gjallë, heroj janë për mu, a i se ka pushkën dorë, për qëtë lirin, për mu këthy unë. Se mes që shënkon ata, sot që jemi të këthym këto. Asë një nga në. Unë e beshta kësha mbyllë emisionin. Ja se kështë mbyllë, se e kena një sërpizit interesante. Dhe vonë pullat i banëm, për kish. Pullat i përmija. Ta gjithë që aty në kanë mitë kafozat. Po pa i kërku njerë, pa i hangër bashkë, me bacën da hotë, si me arkëtë. He, bravo, që do të jarë dhe mësërit e mi me vizetu. Mos unë jem me diabete, i kam Jo, profesor, se dalesën. kjo po të keme po mirë ushqyrje, se tha ma erët. Po? Po, pullat me hi, tha, për sheki. Ti qatë mishin e se saj pulli kime hongër. Ja, pullat me hife. Mare, po na djek mishin se pa nga një tha të. Me krejtë kushërit e mi, se familje Gjini na ina shumë një familje modhe. Apo? Edhe në Kosovë, e vetëmja familje Gjini, se mbledh një mbi 500 vetë, njerën vetë në Zvicër. Mbi 500 vetë? Mbi, si familje Gjini. Kushërit, Nipa dhe Mesa. Jo, për të përgëzoj për hinthrat, se hinthra është në bim ushqyse, bim shëruse, është mretresh. Me hinthrat jenë kjashtë zakonshëm ndihmojnë për diabetin, por nuk e kam ditë se ndihmojnë ashtë shumë për e umën. Edhe në kam të pru një herë, a kur t'i ushqesh pullet me hinthrat, dhe me thonë, ke garantu ushqimin e shëndetshëm. Edhe me dezinfektim, edhe krejt helmet e herbicidit i zavenson hinthra, edhe të rej për këtë punë pranej, teri që tash, ato që kam dasht unë me i po në praktik, në jetën në ushqimin e shëndetshëm, në shëndetin e popullit, deri shtash për përgjigjit tuaj jemi jashtëzakonisht i kënaqur. E ka në diçka interesante se e kam një surprizë, në fund për bacendaut, për para se me ftu surprizët. E keni diçka interesante që thu, korona është diçka i veçantë për mu, pse? Sadre, mbi 90% janë vllazën e tënë janë musliman. Ti kur ti dush vllazët do të më respektu dhe fen. Edhe e vetëmja është një jo Bibel, po Korani i shenjtë, se thot e ardhmja është Krishtit, Jezusit, a jam gabim. Dhe më thonë, Korani flet për Jezusin, për Marin nuk ban dallime. Normala është libra shenjtë e jona. Nuk është sa dhe muslimanëve. Po, mu muj mi hek